të propozuar të ditës se kemi një raportim nga sekretariati lidhur me përgatitjet për ditën e zgjedhjeve, se dhe një pikë e shtuar kemi miratimin e listës plotësuese për autorizim të stafit në përfaqësi diplomatike dhe të ndryshme. A ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, hedhim votim, kush është për? 10 vota për, miratohet, vazhdojmë, japim fjalën drejtorit, Urnat Besnik. Faleminderit kryetar, përshëndetje për gjithë. Para jush keni raportin lidhur me përgatitjet për ditën e zgjedhjeve për datën 7 qershor 2026. Sa i përket materialeve zgjedhore, ju njoftoj që në periudhën kohore 30 maj deri me datën 3 qershor është transportuar materiali zgjedhor në qendrat komunale të numërimit, që kategorizohet si material jo i ndjeshëm dhe që përfshin kutitë e votimit, kapakët e kutive të votimit, listet e sigurisë dhe kabinat e votimit. Po ashtu janë shpërndarë të gjitha pajisjet e teknologjisë informative që përfshin kamerat në vend votime, kamerat në tavolinat e numërimit në qendrat komunale të numërimit dhe pajisjet tjera mbështetëse lidhur me këtë proces. Për më shumë raporti përmban edhe imazhe fotografike lidhur me përgatitjen e procesit që përfshin shpërndarjen e materialeve zgjedhore, ndërsa sa i përket formularëve dhe formave zgjedhore, këto materiale janë pranuar në qendrën e numërimit me datën 3 qershor 2026 dhe stafi atje ka kontrolluar gjitha materialet dhe të njëjtat do transportohen sot së bashku me materialet administrativ për vendvotime. Po ashtu mbështetur me këtë e keni edhe një imazh që dëshmon kontrollimin e materialeve të tilla, ndërsa materialet e ndjeshme zgjedhore që përfshin flet votimet, listat përfundimtare të votuesve, vulat e ngjyrat matrikulare do transportohet nesër në orën 7:30 deri në 8 të mëngjesit. Lidhur me këtë do të thotë sekretariati është në koordinim plot me Policinë e Kosovës, e cila do të sigurojë përcjelljen e materialeve nga qendra e numërimit dhe rezultateve në qendrat komunale të numërimit për 38 komuna të Republikës Kosovës. Lidhur me trajnimin e trupave menaxhuese zgjedhore, ju njoftojmë që trajnimi ka filluar me datën 30 maj 2026 dhe është duke vazhduar edhe gjatë kësaj jave. Këto trajnime janë të realizuar në gjitha komunat e Republikës Kosovës, gjithashtu janë realizuar trajnime të stafit për rezultatet preliminare të cilët do të angazhohen në ditën e zgjedhjeve në qendrat e votimit. Po ashtu lidhur me këtë, ky raport përmban imazhe të procesit të trajnimit. Ndërsa sa i përket funksionalizimit të qendrave komunale të numërimit, deri në ditën e mërkurët janë kompletuar pothuajse 30 qendra komunale të numërimit, ndërsa pritet funksionalizimi i 8 të tjerave i cili përfundon sot. Po ashtu ka filluar edhe trajnimi i anëtarëve të ekipeve të numërimit, që si proces është duke vazhduar edhe aktualisht. Për më shumë lidhur me funksionalizimin e qendrave komunale të numërimit dhe trajnimin e ekipeve mobile, raporti përmban edhe imazhe të bashkangjitura. Ndërsa sa i përket materialeve zgjedhore për qendrat e votimit jashtë Kosovës të përfaqësi diplomatike, ju njoftojmë se koditë me materialet të nevojshme për organizim të votimit fizik janë nisur me datën 29 maj 2026, të cilat janë pranuar nga shefat e misioneve që në proces zgjedhor kanë rolin e menaxherëve të qendrave të votimit. Kutitë e votimit konfirmohet se janë pranuar të gjitha dhe ato janë vendosur në dhomat e sigurisë në këto hapësira. Lidhur me trajnimin e stafit që do të angazhohet në qendrat e votimit jashtë Kosovës, ju njoftojmë në SNVM, me datën 1 qershor 2026, Divizioni për shërbim të votuesve në KQZ ka mbajtur trajnim për menaxher të qendrave të votimit në përfaqësi diplomatike. Me datën 3 qershor 2026 në 3 intervale kohore janë mbajtur trajnimet për kryesues dhe anëtarë e këshillave të vendvotimeve të nominuar nga subjektet politike dhe përfaqësi diplomatike, si dhe zyrtarët rezervë të këshillave të vendvotimit dhe stafin asistues. Gjithashtu për të mbështetur zbatimin e procedurave zgjedhore, janë përgatitur dhe shpërndarë edhe udhëzuesit përkatës për gjithë zyrtarët e angazhuar që do të angazhohen. Lidhur me tërheqjen e dërgesave postare dhe të pletvotimeve nga koditë postare të KQZ-s, deri me datën 4 qershor 2026, ju njoftojmë si në VM, me datën 1 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s në Berlin, në Gjermani, janë tërhequr gjithsej 9650 zarfe, ndërsa dje me datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s po ashtu në Berlin janë tërhequr gjithsej 14755 zarfe me pletvotime, ndërsa po të njëjtën datë dje me 4 datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s në Bern, përkatësisht në Zvicër janë tërhequr 15000 zarfe me pletvotime.
Faleminderit. Ndërsa sa i përket votuesve me nevoja të veçanta, ju njoftojmë që për zgjedhjet e datës 7 qershor 2026, gjithsej janë regjistruar për të votuar 3144 votues me nevoja të veçanta. Pra kjo është shifër që përfshin të gjitha kategoritë të votuesve me nevoja të veçanta. Lidhur me qendrën e numërimit të rezultateve, ju njoftojmë që pas transportimit të gjitha materialeve, ditën e shtunë dihet planifikohet të bëhet funksionalizimi i qendrës së numërimit të rezultateve, ku do të vendosen tavolinat për pranim të materialeve që vijnë nga qendrat komunale të numërimit dhe po ashtu tavolinat për procesin e numërimit, në të cilat vendosen të gjitha pajisjet mbështetëse të teknologjisë informative. Lidhur me këtë raport, një konstatim në fund është që krahasuar me zgjedhjet e parakoshme të mbajtura në të kaluarën, në këtë proces zgjedhor përgatitja dhe transportimi i materialeve zgjedhore është realizuar me kohë. Dërgimi me kohë i materialeve në qendrat komunale të numërimit jep mundësi që të gjitha artikujt të kontrollohen dhe të sistemohen për vendvotime në mënyrë që në ditën e zgjedhjeve të mos ketë asnjë mungesë. Kjo është sa i përket raportimit, nëse keni ndonjë pyetje. Faleminderit Besnik. A ka ndonjë pyetje, ndonjë koment nga anëtarët? Po Alban? Nuk kam ndonjë koment lidhje me natyrën e raportimit, vetëm se të bëjmë sa më shumë në informimin e qytetarëve, votuesve, publikut, po edhe tek mediat, të shpërndajmë informacione sa më shumë mbi përgatitjet që po i bëjmë këtyre ditëve, në mënyrë që publiku në përgjithësi të jetë informuar për secilin aktivitet që po bëhet dhe kohën dhe kualitetin e realizimit të aktiviteteve. Një koment? Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë. Natyrisht se na edhe nesër edhe pas nesër kemi 2 ditë proces zgjedhor edhe në diasporë edhe në Kosovë. Disa këshilla ndoshta asaj përket edhe këshillat vendvotime përveç trajnimeve që janë bërë, mendoj sidomos në pjesën e qendrave numërimit, do duhet që zyrtarët tonë komunal me pas një ligjëratë do të shkurtër në raport me ekipet e numërimit në çdo ndrim të procesit fillimit numërimit, e cila i njofton ata, po besoj që edhe janë të njoftuar, por edhe për çdo ditë do duhemi njoftu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim për rinumërim të 10% të votave në qendrën e numërimit dhe rezultateve në QNR. Për faktin me bën një analizë dhe me pasë si ka shkuar gjithë procesi i numërimit në për qendrat komunale të numërimit. Natyrisht, për shkak të zgjedhjeve të një pasnishme dhe në pamundësi për që ta kemi një projekt që do të lexonte në mënyrë optike fletvotimet, e kemi marrë edhe një mas preventive për cilën do duhet të njoftoni ekipet e numërimit në çdo ndrim kur fillon procesi, në mënyrë që jenë të vetëdijshëm në punën e tyre të cilën ata e bëjnë, dhe kjo do t'i ndihmonte edhe atyre, por edhe kredibilitetit procesit zgjedhor dhe integritetit të votës së cilit qytetar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dikush diçka tjetër? Nëse jo, vazhdojmë me pikën e radhës, miratimi i listës plotësuese të stafit. Alban, a ki ty apo Besniku? Unë Besnik? Po me qenë se është direkt prej është darë këtë mbledhje, pra rekomandimi sekretariatit është që të miratohet lista e zyrtarëve shtesë për asistim në ditën e zgjedhjeve në përfaqësi diplomatike, si dhe lista e stafit rezervë për këshillat e vendvotimit në misionet në Ankara dhe Berlin. Po ashtu të autorizohen zyrtarët shtesë për tërheqjen e dërgesave nga kutia postare në Berlin. Pra kjo është rekomandimi në përputhje me listën ose me pikën e renditës që është përfshirë sot në mbledhjen e KQZ-s. Faleminderit. A ka ndonjë koment? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? Kundër apo abstenim? Atëherë me 9 vota për, 1 abstenim, miratohet lista plotësuese e zyrtarëve për përfaqësi diplomatike.